Në sallën e koncerteve të shkollës artistike Prengja Kova në Shkodër është zhvilluar edicioni 12 i festivalit lokal të këngës për fëmijë, Akullore Fest. 14 këngë konkurruese krijuan një atmosferë festive dhe emocionuese. Drejtori organizativ Anton Kaftalli theksoi rëndësinë e këtij festivali në pasurimin e fundit muzikor të Shkodrës, ndërsa nënvizoi se ai shërben dhe si një hapësirë e rëndësishme për zhvillimin dhe promovimin e krijimtarisë së muzikantëve të rinj. Mendoj që jo po asnjë festival nuk i bën dëm qytetit, po i bën shumë mirë. Ky festival në 12 vite ka asja rreth 160 këngë. Normalisht në 160 këngë nuk janë të gjitha të nivelit shumë të lartë, po e tha me bindje për 40 këngë janë që pa diskutim mesin e fundin e artë e muzikës për fëmijë në Shkodër. Edicioni 12 e bani të veçantë pjesëmarrja e autorëve të rinj. Kena pas Eugen Markun, një autor i ri. Pra, e mira sjell nërë të ri, pra këtë të ri që janë të shkollës artistike, edhe këto që marrën shkollën të ne dhe nuk vazhdojnë kompozicion, por në një farë mënyrë kanë kriju studio dhe punojnë, është mirë që edhe këta të fillojnë edhe të atashohen në aktivitetet artistike të këngës në Shkodër. Sepse në fundit ne kena pas këngë të Mark Kaftalli që nuk jetën ma, këngë Gjavit Ojkani që nuk jetën ma, këngë të Agim Vel që nuk jetën ma. Dhe gradualisht domethënë ka një lloj rotacionit në qoftë se ne nuk ja lajmë të rive, të fillojnë nga darë dhe të kapin vendet e tyre atë. Juria vlerësoi me çmimin e parë këngën Ndërro e interpretuar nga Nergis Fani me muzikë, tekst dhe orkestrim të Artyon Qamilit. Akullore Fest është filmuar i plot nga televizioneri Zafa dhe do transmetohet në ditën e vijim.